Forcimi i hetimeve financiare, goditja e krimit të organizuar dhe lufta kundër formave të reja të kriminalitetit janë në qendër të rekomandimeve prioritare 2026 të qeverisë për sistemin e drejtësisë. Në një takim të përbashkët me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela dhe drejtuesin e SPAK Klodian Braho, ministri i drejtësisë Toni Gogu prezantoi dokumentin strategjik të qeverisë të ndërtuar mbi 8 fusha kryesore ndërhyrjeje. Sipas Gogut, rezultatet e vitit 2025 tregojnë një rol gjithnjë më aktiv të SPAK-ut në nisje të hetimeve dhe reduktimin e dosjeve të mbartura. Shifra e parë që tërheq vëmendje është 37% e procedimeve të reja të regjistruara janë kryesisht nga vetë SPAK. Ka një rritje prej gati 20%, për qenë të saktë 19.8% të krahasuar me 2024. Çështjet e mbartura nga vitet 20-21 janë reduktuar me 78%, madje edhe para afatit që kishte vendosur vetë SPAK. Vlera e aseteve të sekuestruara e konfiskuara arrin rreth 33 milionë euro. Kreu i SPAK, Klodian Braho, theksoi se krimi i organizuar vepron për te kufive dhe kërkon një reagim të përbashkët të institucioneve ligjzbatuese. Për këtë arsye, krahas angazhimit të brendshëm të SPAK-ut për të përmirësuar këto nivele, është e rëndësishme që sfidat e reja të shoqërohen dhe me mbështetje konkrete buxhetore dhe institucionale. Kjo mbështetje nuk duhet parë si një privilegj institucional, por si investim në aftësitë e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe pastrimin e parave në mënyrë sa më efektive. Lufta kundër kriminalitetit kompleks nuk mund të jetë punë e një institucioni të vetë. Ajo kërkon një arkitekturë funksionale e institucionesh që bashkëpunojnë pa cënuar pavarësinë e njëra tjetrës. Nga ana e tij, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela vlerësoi rekomandimet si një instrument të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve dhe evidentoi rezultatet në sekuestrimin e pasurive me origjinë kriminale. Çela theksoi se këto rezultate janë arritur në kushte kur prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm vijojnë të funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve tyre njerëzore. Me rekomandimet e reja, qeveria synon të rrisë efikasitetin e ndjekjes penale, të forcojë goditjen e pasurive të palishme dhe të përmirësojë reagimin institucional ndaj formave gjithnjë më komplekse të kriminalitetit.